Jam në Yu Garden, disa prej kopshteve më të bukura të Shangajit, të ndërtuara, pra të ngritura në vitin 1559 si dhuratë njërit prej perandorëve të dinastisë Ming për babain e tij, i cili siç thuaj, nuk rrinte dot ose rrinte i trishtuar në mungesë të gjelbrimet. Kopshtet janë sot të vendosura në rreth 2 hektar sipërfaqe, janë disa nga zonat më të bukura të gjithë Shangajit. Ky është njëri prej hollëve, brenda tij janë një sër hollesh si dhe vijojnë të gjithë kopshtet. Po mundohem të eci në këtë drejtim, thash janë 2 hektarë shumë i gjatë edhe shumë i madh i gjithi. Kjo është vetëm njëra pjesë ku mund të dalësh për të parë kopshtet, ku ka po ashtu një prej gjelbrimeve më tipike kineze, siç është kjo pemë këtu, ndërkohë që e gjithë zona është e rrethuar dhe konsiderohet një prej pasurive të qytetit të Shangajit. Yu Garden janë absolutisht një prej destinacioneve më të vizituara, më fotografuara dhe më të rëndësishme turistike të Shangajit. Pjesa andej është pjesa me bambut tipike, shihni, ndërkohë që janë rreth 8 holle rreth e rrotull dhe të gjithë kopshtet janë që prej vitit 1559, madje numri më i madh i pemëve i takon kësaj kohe. Nga Yu Garden në Shangaj.